Unë jam vllai I të ndjerës Liridona Ademaj. Naimi ju ka thënë ju që prokurori jam ka bë pyetje sikur me pas vra une. Fëmijët drejtora kanë qenë dijeni që momi tyre nuk ishte më në jetë. Çifti Naimi me Liridonën kanë qenë çifti më I lumtur në botë. 4 dëshmitar janë dëgjuar sot gjatë seancës ndaj Naim Morselit, Kushtrim Kokallës dhe Granit Plovës, të akuzuar për vrasjen e Liridona Ademajt. Dëshmitari I parë ishte Florian Avdia, pronoi një kafeneje që gjendet në fshatin e të akuzuarve. A I dini personat pja Naimin, Granitin edhe Kushtrimin që I kom thonë që I kom bashkë fshatar. Naimin I kom thonë një më pak se arsyeja që ka jetu jashtë, ndoshta një 10 herë kom pa krejt komplet. Ndërsa Granitin edhe Kushtrimin një më mirë se I kom pas klient tregut aty. A ki kontaktu me Granitin natën kritike, kom thonë po dikon rreth orës 12 që kanë me një klub natë dikon në Petin, Prishtinë. S'u kujtohet saktë. Kushtrimi me Naimin, më shumë ju, ndërsa kështu tret bashk asnjëherë nuk e kanë. Tani do ta përkujtoj një pjesë të deklaratës, të cilën e ke dhënë në polici, të tret kam qenë në kafeq. Por nuk kanë dejtur së bashku në tavolinë. Ama nuk kanë pas asnjë kontakt këtu në Mërzveti. Kanë qenë tavolinat ndryshme, jo ulur bashkë. Por me bashkëshortën time të ndjerë, Liridonën. Po. A më ke taku ndonjëherë? Nuk kujtohet që kom taku në Naimin me bashkëshortë live. Dëshmitari I dytë ishte Aurel Pajaziti, personi që ja kishte dhënë një kerr me qira Granit Plovës, një natë para natës kritike. Me datën 29 në ora 2 e ka kthy, mbas një ore në ora 3 e ka marrë prapë. A mund të na tregoni ku e ka marrë veturën me 29/11/2023? Të shtëpia ime. Me kënë ka ardhur me marrë veturën, atë kujtohet? Të se kam njoft, makina që ka ardhur ka qenë tip Range Rover. Range Roveri çfarë ngjyre kishte? Hiri. Kur kanë ardhur ata persona, kush e ka vozit atë Range Roveri? A Graniti apo ai personi tjetër të cilin nuk e ke njoft? Kur kanë ardhur, makinën Range Rover u kanë të vozit Granit Plova. Pastaj pasi ka marrë makinën Seat Excel, personi që ka qenë pasager ka vozit makinën tip Range Rover. Ju po thoni që e keni po sot me e njeni? Ndoshta një, si ftyrë kujtohet. A mund të ktheheni nga solla dhe të shikoni me rand dhe nëse ju kujtohet, personi I cili ka vozitur a ditë veturën Range Rover është në solla po ju. Përshëndetje. Po. Me sa mu e di unë, Cila është, po, Granit po ju ndëgjojnë? me sa mu e di unë, shtëpia ku morë kerrin me renta, është me kamera dhe shihet qartas me kanë një kohë. Aurel, mundesh më kthy mbrapa edhe me shiku apo është në stol personin që ka qenë duke vozitur veturën Range Rover pasi e ka marrë Graniti veturën Seat. Shiqo krejt sallën edhe avokat apo ullësh mja leju pamje në nga mbrapa teje. Atë person nuk e shokta, nuk është. Dëshmitari I tretë ishte Valon Luka, me të cilin I akuzuari kryesor Morseli, ka qëndruar me të më së pari pas momentit kritik. A ju ka thënë në atë bisedën e parë që bashkëshortja Liridona I është vrarë? Që na kanë gjuhë edhe na kanë vrarë në këtë formë. Ka tjerë me një numër në fund është 417, ku më ka dërguar edhe mesazh dhe pastaj unë s'u kom lajmëru sepse nuk e kom njeh numrin edhe isha te komshit atë edhe më ka çu mesazh saktësisht 8:32 minuta me mesazhin urgent çele urgent Naimu kur I kam shkruar me fal cili Naim jam me musafir Morselo kur kom pyet cili Naim Morselo urgent o Valon na kanë vrarë. Pasi që keni biseduar me Naimin në telefon, a mund të na tregoni çka keni bërë? Kam hezë në drejtim të asaj zone ku ka ndodhur rasti. E kam thirrë edhe një herë me këtë numër, por më ka thonë që më ka lajmëruar një djalë, më ka thonë që Naimi ka shkuar vetëm në polici. Jam nisën në drejtim të stacionit policor. Mandej unë kam shkuar aty, por kur ata vetëm ndërkohë kishin pas komuniku lajmin. Majnë mand kur kam shku një herë aty me një zyre të vogël kishte që Naimi ngushëllova, pastaj isha aty në korridor dhe rreth orës 11:30 ndoshta
erdhen edhe familja e Liridonës komplet, saktësisht kam marrë edhe me Leonardin pak aty në Ngushllova. Po, Leonard. Atëherë i nderuar dëshmitar, unë jam vllai i të ndjerës Liridona Ademaj. Unë kam vetëm 2 pyetje dhe mundësisht me përgjigjesh me po ose jo. Pasi kemi ndajt bashk në stacionin e policisë në Dragodan, ju keni deklaruar se keni shkuar së bashku me Naimin për në Sfis. A njeni personin e tret i cili ishte me juve? Jo. A është e vërtet që kur keni shkuar në dhomën e hotelit Sfis, Naimi ju ka thënë ju që prokurori më ka bë pyetje sikur me pas vrarë unë? Po. Faleminderit, s'kam pyetje tjetër. Prokurorja ju ka thënë. Përshëndetje, drejtor. Fillimisht e kom një pyetje një ditë para ngjarjes. A jemi takuar në Gërmi mbrëmjen e 28 nëntorit? Po. Me kanë kom qenë i shoqëruar? Ne aty jemi takuar rastësisht, sepse unë kam qenë me shoqërinë time, ti ke qenë tavolinën bashkë ngjitur me familjen e këngëtarës Itaura. Prej cilit vit me njeni mua, nëse ju kujtohet? Ndoshta 2010, 11 në atë kohë më duket. Ju e keni njohur edhe bashkëshortën time? Po, shumë mirë. Keni qenë edhe në Suedi te familja ime, te bashkëshort? Më përgjesh? Po. Po. Po, nga 2011 deri në 2023, ne pothuajse vazhdimisht kemi qenë në kontakt, kemi pas raporte miqësore, edhe profesionale mes veti. A keni qenë në dijeni që kom pas ndonjë problem me bashkëshortën time gjatë këtyre viteve? Jo, asnjëherë. Ju treguat që keni qenë në stacionin e policisë ku unë isha së bashku me fëmijët. Fillimisht, drejtor, si ishte gjendja ime, a isha i qetë, i shokuar, apo çfarë përshtypje keni? Në ato momente kur kam hyrë në atë zyrën e parë një herë, më ke do shumë i shqetësuar. Dhe ju i keni takuar edhe fëmijët në stacionin e policisë? Po, kem ndejt 1 orë, më i të them, minimum, në sallën e madhe. Fëmijët, drejtora, kanë qenë në dijeni që mami i tyre nuk ishte më në jetë? Jo. Në fund të kësaj seance gjyqësore është dëgjuar dhe Kanon Kukalla, vëllai i të akuzuarit Kushtrim Kukalla. Kushtrimin e kam vëlla, Naimin djalë Dojës edhe djalë Tallës, në Granit e kam bashkëshortar. Falën e dëmtuar atë keni raporte fare? Kem pas, do me thonë, miqësi 50 vjeçare. Sa i përket jetës Naimit ose dikujt tjetër, ne gjithë secili sot e kemi jetën tonë, edhe jetën tonë nuk kem ka mujtë me kontrollu, e nuk kom pas kohën e mu marrë me jetën e kërkujt. Po, unë na këtë rrethi familjar, do me thonë, çka jena, Naimi unë njoftë si njerë që ka bo një jetë lumtër, një jetë bukur, që si ka mungu kur gjo, që ashtu të njoftë në publik. Edhe kanë pas lakmi shumë persona, për jetën që e ka bo. Unë po flasë për asaj që ka kom po nga jashtë, se mrenda nuk i di kërkosh që ka. Po nga po mja jashtë ka pas një jetë bukur, të lumtër. Me dash me shku në udhim ka shku, me dash me blej diçka ka blej, si ka mungu kur gjo. Jo se kur na dën me blej kërë s'ki pare. E këtë do me thonë si kanë mungu këto same. Unë prej vitit, do me thonë prej 23 shtatorit 2021, unë leqe s'ko mujtë më shoqru me Naimin, por nuk ko mujtë më shoqru has me familje teme, sepse unë punoj në Mitrovic Veriut, që 4 vite do me thonë kam qenë atje, edhe kam qenë me orarë 24 orë. Do me thonë fëmijët e mi, kum pas mund mi po, edhe me najtë me ta. Sa ju keni njohuri, çfarë kanë qenë raportet e Naimit me të ndjerën Liridona, sa ju e dini? Para natës kritike, qifti, Naimi, me Liridonën kanë qenë qifti, do me thonë kretë, nga qka kemi njohë kanë qenë qifti më i lumtër në botë. Ju keni qenë në vizit të unë dhe Liridona në Suedi, para disa vite, apo? 2019. Jo, në kom pyetje tjera, përshëndes nga zemra Kanonin. A ki diçka tjetër me shtu, përveç asaj që jeni? Jo, zonja gjyqtare nuk kom me shtu kur gjo, vetëm shpresoj bëhet më mirë dhe më drejta. Mund të qëndroni në sallë, por mund edhe të largoni nga salla. Më vesh me përshëndet vllavin edhe me ik, ish dore, pasë që se kom po që. Dëshmitar, është e vërtet që nuk ju është lejuar me vizitu vllon tuaj Kushtrimit, cili gjendet në paraburgim, për arsye se ju keni qenë dëshmitar i propozuar dhe është, po gjithsesi tani tutje ju mund ta vizitoni vllon nëse veç parashtroni kërkesë, tash jemi në shqyrtim gjyqësor, kaloni mirë nëse veç doni me liru sallën. Faleminderit. Ditën e mirë, me lejen e gjykatës, dëshmitari largohet nga salla.